Dashi, jo çdo e vërtet duhet thënë gjatë kësaj dite sepse mund të lindin probleme goxha serioze. Nëse keni një lidhje nuk priten stuj të fuqishme nëse dini të tregoheni të kujdesshëm dhe të matur. Shmangni edhe prekjen e temave delikate. Nëse jeni beqar duhet t'i gjykoni gjërat mirë para se të hidhni hapa. Mundësit do jenë disa, por jo të gjitha do jenë të shkëlqyera. Në punë duhet të jeni shumë më të duruar dhe më larg pamës, sepse përndryshe do ju dalin probleme më serioze. Për një sukses më të madh, është e rëndësishme të mos ndikoheni nga thashëthemet. Për buxhet më të mirë duhet të shpenzoni me sa më shumë kursim që të mundeni. Demi. Disa pengesa në rrugën e realizimit të projekteve do ju dalin gjatë kësaj dite. Vërtet do ndjeni të pasigurt, por mirë është të ruani sa më shumë besimin. Nëse jeni në një lidhje do i qëndroni besnik atij që keni në krah dhe për asnjë arsye nuk do e braktisni. Ju beqarët ka mundësi të përqendroheni aq shumë tek puna saqë as nuk do ju shkojë në përmendje dashuria. Në punë përgatituni për vështirësi. Asgjë nuk ka për të qenë lehtë sot, megjithatë asnjëherë nuk duhet ta lëshoni veten. Mbështetja nga një mik i vjetër mund të jetë çelësi për të kaluar një sfidë. Financat mund të përkeqësohen vetëm po kryet shpenzime të pamatura. Binjakët. Ditë e mbushur me gjallëri, alegri dhe ngjyra do jetë kjo e sotmja. Do keni dëshirë të lëvizni, të njihni vende të reja dhe të eksperimentoni. Ju të dashuruarve sado që t'ju joshin dhe t'ju bëjnë propozime interesante, nuk do të mundoheni as pak dhe as që do ju shkojnë ndërmend ta tradhtoni partnerin. Ju beqarve do ju ndodh një takim i papritur që mbase nuk mund të çojë në lidhje afatgjatë, por emocionet do jenë të fuqishme. Në punë do mendoni të jepni dorëheqjen dhe të filloni diçka tuajën. Nëse merrni vendime të nxituara, mund të pendoheni më vonë. Në planin financiar do jeni të vendosur ta përmirësoni situatën dhe nuk do I vini vetes asnjë limin. Daforia. Sot do ndryshoni shpesh mendim dhe nuk do e mbani mërzitjen. Pavarësisht se çfarë do thoni në një moment, do tregoheni më të hapur për diskutime. Nëse jeni në një lidhje do vijeni përballë disa zgjedhjeve dhe duhet të merrni vendime të rëndësishme. Nëse jeni beqar do qëndroni gjithkohës para pasqyrës dhe do mendoni se jeni shumë të bukur. Duke ju rritur mendja do e keni të vështirë të pranoni ftesat e çdo kujt. Në punë do arrini më shumë nëse bashkëpunoni me kolegët tuaj. Një projekt I ri mund t'ju sjellë një përfitim të papritur. Financat do jenë normale, por duhet të shmangni shpenzimet e kota për gjëra të pranësishme. Luani. Sot Mërkuri do ju bëj shumë impulsiv dhe do bëni atë që do ju vijë në mendje në moment. Tendenca për të komanduar do bëhet e padurueshme për të tjerët. Nëse jeni në një lidhje nuk do ketë moment pa debate. Nuk do merreni vesh as pak me atë që keni në krah dhe do e kritikoni edhe kur nuk do keni arsye. Lidhja juaj nuk do jetë në ditën me fat. Ju beqarët në të kundërt do favorizoheni. Mund të afroheni më shumë me disa persona serioz. Në punë do keni ide fantastike dhe do merrni rolin e komandantit. Nëse ndiheni të lodhur, merrni një pushim të shkurtër për të reflektuar. Shpenzimet do I kryeni pa maturi dhe në mbrëmje mund të vinë pasojat e para. Virgjëresha. Sot ka rrezik të keni disa vështirësi dhe probleme sidomos në marrëdhënien me të tjerët dhe me seksin e kundërt. Nëse keni një lidhje ka rrezik t'ju mungojë durimi dhe mund të thoni gjëra të pamenduara mirë. Ka rrezik që pasdite të fillojnë problemet. Ju beqarët do e jeni veten të lirë dhe papritur do shihni se dikush do ju afrohet goxha. Jepini atij mundësinë për t'u njohur. Në punë do keni disa vështirësi të vogla, por fal ideve origjinale dhe këmbënguljes do kaloni gjithçka. Nëse organizoni më mirë kohën tuaj, do arrini më shumë se ç'mendoni. Për financat do keni një dhunti që do u adhurojnë të gjithë. Peshorja. Venusi dhe Neptuni do sjellin turbullira në jetën tuaj sot. Nuk do I shihni gjërat me qartësi dhe në disa momente atmosfera do ju duket mbytëse. Nëse jeni në një lidhje mundohuni të mos e acaroni partnerin për gjithçka, sepse po inatos ai mund të dalë nga vetja. As temat delikate mos I prekni. Ju beqarët do e keni të vështirë të pranoni propozimet që do ju bëhen dhe do ja mbafni. Nëse në punë keni për të nënshkruar kontrata apo për të përmbyllur projekte, tregohuni shumë të kujdesshëm. Një bashkëpunim I ri mund të sjellë ndryshime pozitive në të ardhmen. Shpenzimet kryeni gjithkohës me kujdes dhe nuk do gjendeni në vështirësi. Akrepi. Sot yjet do ju mbushin me mendime pozitive dhe ide fantastike për ta bërë jetën më të bukur. Për ata që janë në një lidhje do jetë një ditë jashtëzakonisht e favorshme. Do kaloni plot çaste të ngrohta me atë që keni në krah, do bashkëpunoni për çdo gjë.
dhe do gjeni mirë kuptim për gjithçka. Ju beqarët do keni një takim të papritur, por vendimtar. Në punë ka mundësi t'ju kërkoni shefave një specializim më shumë në mënyrë që të jeni edhe më të aftë. Sot mund të merrni një lëndë të mirë në lidhje me një rritje page. Buxheti do jetë i shkëlqyer, kështu që do ndiheni të qetë kur të shpenzoni. Shigjetari. Gjatë kësaj dite do keni shumë më tepër vetbesim dhe do dini të veproni në mënyrën e duhur. Do jeni të qartë për atë që doni dhe nuk do nguroni të hidhni hapa të rëndësishëm. Nëse jeni në një lidhje, harmonia do mbizotërojë mes jush dhe partnerit. Do kaloni momente të këndshme dhe do e përforconi më shumë lidhjen tuaj. Një darkë romantike mund të shtoj pasionin mes jush. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocione të forta dhe mundësi për një lidhje serioze. Në punë do arrini të konkretizoni disa projekte që keni kohë që i mendoni. Vlerësimi i provave do t'ju japë një shtysë të madhe. Financat do jenë të mira, por mos të teproni me shpenzimet e panevojshme. Britsjapi. Do ndiheni të motivuar dhe të mbushur me energji pozitive gjatë kësaj dite. Do i shihni gjërat më qartë dhe do dini të merrni vendime të zgjuara. Nëse jeni në një lidhje, partneri do ju surprizojë me një gest të veçantë që do ju lumturojë pa mas. Do keni mundësi të kaloni një pasdite të bukur së bashku. Nëse jeni beqar, ka gjasa që një person i së kaluar të shfaqet sërish dhe t'ju propozojë diçka të re. Mendoni mirë para se të veproni. Në punë do keni shumë angazhime, por përkushtimi dhe disiplina juaj do ju ndihmojnë të arrini sukses. Një ofertë interesante mund të ndryshojë rrjedhën e karrierës suaj. Financat do përmirësohen ndjeshëm fal një administrimi më të kujdesshëm. Ujori. Do jeni shumë krijues sot dhe do keni ide të shkëlqyera për çdo fushë të jetës tuaj. Energjia juaj do jetë e admirueshme dhe do ndiheni gati për të marrë iniciativa të reja. Nëse jeni në një lidhje, do përjetoni momente shumë të bukura me partnerin dhe do ndiheni më të lidhur me njëri tjetrin. Një bisedë e sinqertë do forcojë më shumë besimin mes jush. Nëse jeni beqar, mimjoni e re mund të sjellë një ndjenjë të thellë që nuk e kishit përjetuar më parë. Në punë do jeni të frymëzuar dhe do arrini rezultate të shkëlqyera. Një projekt i ri mund të hapë dyrë të rëndësishme për të ardhmen. Financat do jenë të stabilizuara, por gjithsesi shman me investimet e rrezikshme. Peshi. Sot do jeni shumë të ndjeshëm dhe të kujdesshëm me njerëzit përreth jush. Do keni dëshirë të ndihmoni të tjerët dhe do ndjeni të lumtur kur të shihni që keni bërë një ndryshim pozitiv. Nëse jeni në një lidhje, partneri do ju përkushtohet plotësisht dhe do ju tregojë sa shumë ju vlerëson. Një udhëtim i shkurtër mund të sjellë momente të paharrueshme. Nëse jeni beqar, do ndiheni gati për një lidhje të re dhe do bëni hapa konkret drejt një personi që ju tërheq. Në punë do tregoni përkushtim dhe kreativitet, duke i manitur kolegët me aftësitë tuaja. Një mundësi e ardhmë mund të vijë nga një bashkëpunim i ri. Financat do jenë të qëndrueshme, por mos merrni vendime të nxituara për blerje të mëdha.